Bashkitë shqiptare kanë shfaqur problematika të mëdha në realizimin e fondeve publike, sidomos për investime, por gjatë 2 muajve të fundit fluksi i tenderave dhe prokurimeve është rritur ndjeshëm në prag të reformës territoriale, e cila pritet të sjellë një riorganizim të ri dhe të zgjedhjeve vendore që do të mbahen vitin e ardhshëm. Të dhënat nga Ministria e Financave tregojnë se në 6 mujorin e parë të vitit 2026, shpenzimet e pushtetit vendor arritën në 42.2 miliard lek, ose 15.3% më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Vetëm në qershor u shpenzuan 8.7 miliard lek, shumë kjo 20% më e lartë se niveli faktik i vitit të kaluar dhe 4% mbi planin e muajit. Sipas analizës së realizuar nga platforma Open Procurement Albania, gjatë periudhës janar-qershor 2026, bashkitë e vendit kanë shpallur gjithsej 1877 tendera, me një fond limit total që arrin në 24.95 miliard lek. Në 6 mujorin e parë të vitit të kaluar, fondi limit ishte 13.92 miliard lek, por pavarësisht valës së prokurimeve, ecuria e investimeve nuk është aq e shpejtë. Të dhënat nga Ministria e Financave tregojnë se bashkitë realizuan rreth 7.92 miliard lek investime gjatë periudhës janar-qershor 2026, nga një buxhet operativ prej 54.86 miliard lekësh. Kjo nënkupton një normë realizimi prej vetëm 14.4%, dukshëm më të ulët se ritmi teorik prej 50% që do t'i korrespondonte gjysmës së vitit.